Se po shkoj drejt fushat. Çka ka ndryshuar? Ndryshu se po shkoj drejt në fushat. Jam tani do të rënë tani. Fushat nuk shkoni sportiv, shkoni me xhaketë. Jo tani me këtë ndryshimin klimatik mu imponu sportiviteti. Që nuk është se kam qef. Nuk e kam shumë qef po mu imponu. Natyra imponon, është forcë. Natyra është forcë madhore, t'imponon. Zoti Berisha, sot gjykata do të marrë në shqyrtim edhe kërkesën e prokurorisë për dërgimin ose jo në gjykim të çështjes tuaj. Çfarë prisni nga gjykata? Këtu, Pozitoni këtë dokument sot në gjykatë, që ta kuptojmë. Avokatrit nuk e di se ku është Genc, ku shkove? Shkoj mrena të çoj të dokumentin. Ka një pyetje, i përgjigjet Genci. Zoti Gjokutaj, këtë dokument që zoti Berisha bëri publika do dorëzohet në gjykatë dhe atë kërkohet si provë re në procesin ndaj zotit Berisha? Meqense sot pritet një vendimarrje. Kjo nuk është provë re, kjo është prova e vjetër që e vonuan dhe që ju e quani të re sot. Kjo është prova që gjyqtarja ka falsifikuar edhe formularin e kriminalizimit duke thënë që nuk jam dënuar nga gjykatat e huaja ose shqiptare. Pra, dënimi grek pas sjell si pasojë dënimin këtu marrin përgjegjësi penale për falsifikimin e formularit të kriminalizimit, sepse ka thënë që nuk jam dënuar, ndërkohë që vendimi provon të kundërtën. Pra, besoj se çfarë shërben këtu? Shërben dhe tjetra që e vërteta vonon, por nuk harron. U përpoqen ta fshehin të vërtetë. Për të mbrojt nderin e drejtësisë sorosiane. Morën turpin dhe do marrin turpin për çdo fshehje që do i bëjnë krimit. Zoti Berisha, të shtunën në mbrëmje, kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bledion Allbati synoi në disa Tani jam për këto këtu. A mendoni që do e realizohet? Lala, keko. Hajmë që ka të gjemi. Igu më në Mirë, së pak ishte zoti Berisha, po largohet tashmë për t'ju drejtuar një takimi elektoral.